Rendi botëror po dridhet. Ekuilibrat gjeopolitik të vendosur në vitin 1945 dhe të rikalibruar në vitin 90 janë në rrezik. I madh është konfuzioni në një qiell dhe ky çrregullim po i trondit veçanërisht kufijtë e Europës, kufijtë lindor të cilët fillojnë në Ukrainë, kalojnë Moldavinë dhe arrin në Kaukaz, dhe pastaj bregun jugor, atë mesdhe më të gjerë që shtrihet nga bota arabe deri në Sahel, por edhe Ballkanin, atë zonë kufitare në zemër të kontinentit ton, ku Evropa e qendrore, bota ruse dhe bota turko-lindore e mesme janë ndërthurur për shekuj me radhë, duke krijuar një përzierje identitetesh aq të dendura dhe të ndërthurura sa zëvendësimi i vetëm njërit prej tyre do të shkaktonte kaos global. Në këtë kazan shkrirjeje që është Ballkani, letrat po përzihen në mënyra të pazakonta duke krijuar si rreziqe të reja, ashtu edhe hapje të papritura për demokracinë. Elementi i parë që bie në sy është vitaliteti i forcave demokratike të rajonit, që nga nëntori i kaluar, Serbia është kapluar nga lëvizja e saj 1968, lëvizja studentore, e nxitur nga shembja tragjike një stacioni autobusësh në Universitetin e Novi Sad, është rritur në përmasa gjigande, duke sfiduar hapur regjimin autoritar të Aleksandar Vučić. Zgjedhjet demokratike, lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit janë kërkesat kryesore të lëvizjes, e cila ka gjetur mbështetje në universitetet e vendit. Ky rizgjim spontan në një vend historikisht rezistent ndaj demokratizimit dhe ende indikuar nga nacionalizmi etnik, tregon se spirali aktuale autoritare që prek botën nuk është e pashmangshme. Forca e mobilizimit serb është një sinjal i fuqishëm për opinionin publik global. Një pikë e dytë e rëndësishme ka të bëjë me vështirësitë që po has Rusia në planin e saj për të destabilizuar rajonin. Dobësimi i regjimit serb, i cili kultivon lidhje të forta me Moskën, kufizon gjithashtu aftësinë e Rusisë për të ushtruar ndikim në Ballkan. Në Bosnjë-Hercegovinë, për shembull, kriza kushtetuese e shkaktuar nga planet separatiste të serbëve të Bosnjës, të udhëhequr nga presidenti Milorad Dodik, ka ekspozuar kufijtë e mbështetjes ruse. Mbështetja e Moskës nuk e ka penguar Dodik të marginalizohet politikisht, duke zbuluar pa aftësinë e Moskës për të konsoliduar ndikimin e saj. Kjo dobësi ruse dhe forca e lëvizjeve demokratike ofrojnë një shkëndij shpresë për të ardhmen e rajonit, duke zvogëluar shqetësimet të forta disa vite më parë se konflikti Ukrainas mund përhapej në Ballkan. Megjithatë, mbeten shumë pasiguri. Spontaniteti i lëvizjeve demokratike është një shpat me dy tehe. Paparashikueshmëria e tyre mund ta bisë regjimet dhe institucionet, por në të njëjtën kohë i bën ato të prekshme. Pa një strategji të qartë dhe mbështetjen institucionale që aktualisht mungon, këto lëvizje rrezikojnë të ngecin duke u lejuar autokratëve të ruajnë pushtetin në planin afatgjat. Por më tepër, ndryshimi konfuz i Trump reflektohet edhe në Ballkan, ku Shtetet e Bashkuara historikisht mbështetëse të forcave demokratike dhe kundër nacionalizmit po e zvogëlojnë angazhimin e tyre. Vendimi i administratës Trump për të mbyllur programet që mbështesin forca demokratike ka pasur tashmë efekte të prekshme, ndërsa ndikimi rus është i privuar nga kundërpeshja e tij e rëndësishme amerikane. Në këtë skenar, shkruan Linkjesta, perspektiva evropiane bëhet përsëri thelbësore, veçanërisht me zgjerimin e planifikuar të Bashkimit Evropian drejt Ballkanit. Megjithatë, për të riqallëruar këtë proces, kuptimi i tij duhet të ripërtërihet. Një zgjerim i Bashkimit Evropian duhet ta vendosë çështjen e demokracisë në Ballkan në thelbin e tij, për të ofruar mbështetje forcave që aktualisht luftojnë për transformim të vërtet. Në këtë mënyrë, Bashkimi Evropian mund të mbush boshllëkun e lënë nga Shtetet e Bashkuara, duke mbajtur një dialog jo vetëm me forcat liberale në rajon, por edhe me ata aktorë demokratik dhe internacional në Washington, të cilët edhe atje refuzojnë të pranojnë braktisjen e rajonit në duart e forcave autoritare. Bashkimi Evropian duhet gjithashtu të përballet me Rusinë me vendosmëri, duke i shtyrë regjimet serbe dhe serbo-bosnjake, që sqarojnë përfundimisht marrëdhëniet e tyre me Moskën. Pa ndërhyrje të qartë europiane, shenjat pozitive që po shfaqen në rajon mund të zhduken dhe situata aktuale mund të përkeqësohet me shpejtësi. Shpresat e sotme do të zëvendësohen kështu nga kaosi i së nesërmes.